Ermonela Jao ma gjeps me hapjen e festivalit Vera e Ohrit. Për herë të parë në historinë 66 vjeçare të festivalit ndërkombëtar Vera e Ohrit, galaja e hapjes u udhëzohet nga soprano shqiptare me famë botërore Ermonela Jao, duke shënuar një moment veçantë për artin shqiptar në një nga skenat më prestigjioze të rajonit. Festivali që zhvillohet nga 12 korriku deri në 20 gusht u çel në Teatrin Antik të Ohrit, një monument i shekullit të dytë i njohur për akustikën dhe atmosferën e tij unike. Autorja e shkrimit Julika Prifti e ardhur nga New Yorku aty për të ndjekur koncertin përshkruan emocionin e mbritjes në këtë skenë historike dhe pritjen solemne të publikut. Ceremonia u hap me fjalët përshëndetëse të presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova. Programi muzikor nisi me Dance of the Hours nga Gioconda di Ponçelit, interpretuar nga orkestra e baletit Maqedonisë së Veriut në drejtimin e dirigjentit italian Mario Boemi. Më pas në skenë u ngjit Ermonela Jao, e cila interpretoi me mjeshtëri arjen Io son l'umile ancella nga opera Adriana La Kërkërver, zëri i saj i pastër, interpretimi emocional dhe prania skenike ma gjepsën publiku. Një sukses i veçantë patën dhe duetet me tenorin amerikan Charles Castronovo, me cilin Jao krijoi një harmoni artistike të rrallë. Për autorin, interpretimi i Ermonela Jaos në Teatrin Antik të Ohrit dëshmoi se madhështia e saj artistike nuk varet nga përmasat e skenës. Në qiellin e hapur, pranë qenit të Ohrit, ajo krijoi një natë që do mbetet e gjallë gjatë në kujtesën e publikut aty.